minuta. Pas më shumë se një muaj të mbajtjes së zgjedhjeve numërimit të votave, KQZ-ja nesër pritet të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. E përkundër faktit se tashmë dihet rezultati i partive politike, ende nuk kemi zyrtarisht konsultimet e partive, sidomos lëvizjes vetëvendosje për formimin e qeverisë së ardhshme. E përkundër faktit se Kosova ende nuk ka një qeveri institucione të formuara nga zgjedhjet e dala të nënshkurtit, javën e ardhshme në Kosovë ka paralajmëruar vizitën e tij të parë i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Peter Sorensen, i cili do të qëndrojë në Kosovë për të përgatitur vazhdimin e dialogut. Të gjitha këto zhvillime pas pak në studio diskutojmë analistin e profesorin e shkencave politike Basri Muja. Ndërsa kolegu ju nga Brukseli na i sjell detajet për vizitën e emisarit të posaçëm për dialogun Peter Sorensen. Por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Sorensen javën e ardhshme në Kosovë. Vizita e tij vjen në kuadër të përgatitjeve për vazhdimin e dialogut. KQZ-ja nesër shpall rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të nënshkurtit. Rezultatet shpallen pas më shumë se një muaji që nga mbajtja e zgjedhjeve. Një ditë para protestave serb nga Mitrovica veriut nisën në Beograd në mbrojtje të fuqishit. E ambasada amerikane në Beograd u kërkon shtetasve të vet të shmangin turmat e protestuesve. Putini diskuton arpushimin me emisarin e Trumpit. Zelensky akuzon Putinin për manipulim të situatës dhe shpreh dyshime për synimet e tij. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen, pritet të qëndrojë në Kosovë gjatë javës së ardhshme. Për të kuptuar detajet e kësaj vizite dhe këtë vizitë të parë të tij në Kosovë, detajet do të na i sjell nga Brukseli kolegu ynë Augustin Palokaj. Atëherë, Augustin, përshëndetje dhe cilat janë detajet sa i përket kësaj vizite të paralajmëruar? Përshëndetje Donika, nuk ka shumë detaje, pas që është konfirmuar nga burimet e Bashkimit Evropian që Sorensen do të shkojë javën që vjen në Prishtinë në vizitën e tij të parë në këtë cilësi, pra prej kur nga Lajçak ka marrë përsipër rolin e të dërguarit të posaçëm për dialog. Do të jetë pra kjo vizita e tij e parë dhe sa mësojmë nga burimet e BE-s, ai do të bëjë përpjekje për të përgatitur vazhdimin e dialogut, për të parë se si qëndrojnë gjërat sa i përket Kosovës. Ishte planifikuar që të vizitonte edhe Beogradin, por është thënë se Beogradin do ta vizitojë në një rast tjetër, së shpejti. Është thënë se kjo për shkak të agjendave është vendosur ashtu. Mirë po, askush nuk e konfirmon apo nuk e mohon se mund të ketë të bëjë edhe me situatën aktuale në Serbi. Pra, ajo që pritet është që të përgatitet vazhdimi i dialogut, eventualisht edhe ndonjë takim në Bruksel, por duke marrë parasysh se ka shumë paqartësi në Kosovë sa i përket krijimit të qeverisë pas rezultatit të zgjedhjeve, dhe po ashtu faktit se situata është e paparashikueshme në Serbi, ku po ashtu ka një qeveri në dorëheqje, së paku formalisht, atëherë në Bruksel nuk kanë ndonjë pritje të madhe nga kjo vizitë. Por në anën tjetër kanë kaluar një muaj e gjysmë prej kur Peter Sorensen ka marrë përsipër këtë detyrë dhe ai diçka duhet të punojë, kështu që do të nisë me këto vizita. Po ashtu, siç kemi dëgjuar para disa javësh, edhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas kishte thënë se ajo po dëgjon zëra kritik për formatin e deritashëm të procesit të dialogut dhe se do të shikojë gjatë këtij muaji, pra gjatë muajit mars, se si do të ecet përpara në këtë dialog. Ajo që thonë burimet e BE-s është që një prej temave të para që do të jenë në takim do të jetë çështja e të pagjeturve, pasi që palët kishin rënë dakord për një deklaratë të përbashkët për këtë. Mirë po tentimi për të pasur progres në një takim që ishte thirrur nga mesi muajit janar kishte dështuar, palët as që nuk u takuan në Bruksel dhe nuk ka lëvizje në implementim. Siç nuk ka lëvizje në implementim të asnjë pjesë të rëndësishme të marrëveshjes e cila ishte arritur para më shumë se 2 vitesh në Bruksel, e pastaj edhe aneksit të implementimit në Ohër. Pra, në BE nuk kanë ndonjë pritje të madhe, por duhet të punohet në këtë drejtim dhe nuk heqin dorë nga ato kërkesat që i kanë përmendur disa herë, se edhe Kosova edhe Serbia duhet në përgjithësi
dhe tërësisht të zbatojnë të gjitha obligimet që kanë dalur nga procesi i dialogut, përfshirë edhe nga ajo që BE-ja e quan marrëveshje për rrugën drejt normalizimit të raportit. Megjithatë, Augustin, duke parë edhe deklaratën që sekretari NATO-s e pati në Kosovë sa i përket procesit dialogut edhe këtë vizitën që do të jetë javën e ardhshme, a mund të shihet kjo si një sinjal që të dyja palëve po u kërkohet një dinamik më shpejt sa i përket procesit vazhdimit dialogut dhe normalizimit marrëdhënieve? Po natyrisht se sekretari përgjithshëm i NATO-s që ka shumë përgjegjësi edhe për sigurinë e Kosovës, sepse atje janë afër 5.000 ushtarë të NATO-s, janë shumë të interesuar që të mos ketë tensione. Ulja e tensioneve mund të ndodhë vetëm me normalizim të raporteve, e normalizimi i raporteve mund të ndodhë vetëm përmes dialogut. NATO-ja nuk është e përfshirë në mënyrë direkte në proceset politike, por proceset politike kanë ndikim në çështjen e sigurisë për të cilën ka përgjegjësi NATO-ja. Prandaj edhe është logjike që NATO-ja gjithmonë mbështet procesin e dialogut. Por nuk shon ndonjë risi krahasuar me shprehjet e mëhershme të NATO-s apo të BE-s, sepse dialogu tash 14 vite po vazhdon, ndërsa gjithmonë kemi dëgjuar kërkesat që gjëra duhet të bëhen pa vonesa, me njëherë, në mënyrë urgjente, por kjo po vazhdon për shumë vite. Do të thotë, pritjet janë që të palët të angazhohen në mënyrë konstruktive, fundit ka kushtëzime të shumta për të dyja palët, sikur për rrugtimin e tyre drejt Bashkimit Evropian, ashtu edhe për pagesat e para nga pakoja për rritje e Ballkanit Perëndimor, për të cilën do të ketë një summit po ashtu javën që vjen në Shkup, dhe në anën tjetër është ajo situata reale që nuk mund të pritet që Kosova për shembull ta bëjë në këtë situatë atë që nuk e ka bërë as kur ka pasur qeveri stabile, sepse pritet nga Kosova, nga ana e Bashkimit Evropian dhe në përgjithësi Bashkisë Ndërkombëtare, është që të nisë procesin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa nga Serbia që të zbatojë ato pjesë të marrëveshjes që janë të rëndësishme për Kosovën, përfshirë edhe mospengimin e antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. E Serbia po vazhdon ta pengojë këtë, siç ishte rasti në Këshillin e Evropës, ku përfaqësuesit e Serbisë u lavduan që e hoqën nga rendi ditës, madje edhe pjesëmarrjen e Kosovës në cilësinë e mysafirit në takimet të një komisioni. Pra kemi atë situatën reale, pritjet që palët të jenë të përgjegjshme, të mos ketë tensionim. Këtu është e posaçme ajo që thonë në NATO, pasi që NATO-ja e ka përgjegjësinë kryesore për të siguruar një ambient të sigurt për të gjithë në Kosovë, si shprehen në NATO, ndërsa sa i përket dialogut është Bashkimi Evropian. Por ka paqartësi edhe tjera dhe në skenën ndërkombëtare, jemi në pritje të themelimit të formimit të qeverisë në Gjermani. Nuk e dim se çfarë qasje do të kenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket dialogut. Deri me tash në BE thonë se nuk kanë parë ndonjë sinjal se mund të ndryshojë politika amerikane në Ballkan, po funksionon formati i kvintit në nivel të ambasadorave në të gjitha vendet e rajonit, por nuk kemi parë ndonjë shprehje të qartë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës as në mbështetje të dialogut që e bën BE-ja, mbështetje që shprehet gjithmonë në administratën e kaluar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj kemi shumë paqartësi këtu, por gjithsesi puna do të vazhdojë pasi që BE-ja e ka të dërguarin e posaçëm për dialog, është e interesuar që dialogu të vazhdojë, prandaj edhe janë paraparë këto vizita të zotit Peter Sorensen në Kosovë. Dhe Augustin, përkundër këtyre paqartësive që thua që ekzistojnë, a e kanë dësharë në Bashkimin Evropian për tensione që aktualisht janë mes palëve, duke ditur që ka kaluar 2 vjet nga një marrëveshje e cila nuk është zbatuar asnjëherë dhe prej atëherë ka pasur ndaj Kosovës 2 sulme terroriste. Sa e vështirë tani do të jetë të ulën palët, të ulën këto tensione dhe t'i bindin palët për të vazhduar procesin e normalizimit dhe zbatimin e marrëveshjeve? Në BE janë jashtëzakonisht të vetëdijshëm për këtë, sepse e shohin, e kanë parë në takime, e kanë parë edhe në faktin që edhe kur kanë ardhur në Bruksel, palët kanë refuzuar të takohen. Sorensen nuk është i ri në këtë punë tërësisht, ai ka pasur funksione tjera, por ka qenë i angazhuar shumë në Ballkan, përfshirë edhe në Kosovë edhe në Serbi, dhe po ashtu edhe në kohën kur Lajçak ishte i dërguar i posaçëm për dialog, Peter Sorensen kanë qenë në punë si shërbimi të veprimit të jashtëm të BE-s, kështu që gjithmonë e ka përcjellur situatën. Pra, nuk janë të befasuar, e din, janë të vetëdijshëm për tensionet në raporte mes palëve, në një mënyrë
kanë një tentim që ta mbajnë jashtë dialogut çështjen e hetimeve për Banjskën dhe për trazirat që kishin ndodhur në maj. Mirë po edhe këtu kemi porosi që përsëriten edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga NATO-ja, u përsëriten edhe gjatë vizitës së sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në Prishtinë, që qeveria e Kosovës, autoritetet e Kosovës duhet të jenë transparente karshi pranisë ndërkombëtare në Kosovë, që të mos dërgoj FSK në veri pa koordinim me KFOR-in, ndërsa kur të dërgohen njësitë speciale drejt kufirit, atëherë të lajmërohet me kohë misioni KFOR-it, ndërsa nga Serbia që të ketë përgjegjësi për ata që janë fajtor edhe për sulmin në Banjsk, por edhe për sulmet ndaj ushtarëve të KFOR-it që kishin ndodhur në muajin maj të vitit 2023. Këto kërkesa vazhdojnë të përsëriten, por se përderisa janë të dishëm se tensionet ekzistojnë mes palëve, ekziston mosbesimi mes palëve, por ekziston edhe mosbesimi i komunitetit serb në Kosovë ndaj autoriteteve të Kosovës, dhe në këtë situatë do të dëshironin që të dalin nga kjo përmes një angazhimi më konstruktiv në dialog, por edhe përmes kthimit të serbëve në strukturat dhe në institucionet e Kosovës nga të cilat kishin dalur. Pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e fundit dhe pjesëmarrja e tyre në zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë nga BE-ja shihet si një sinjal që ndoshta gjërat prap mund të kthehen në një të ashtuquajtur normalitet krahasuar me situatën që ka qenë në 2 vitet e fundit. Atëherë Augustin, falenderoj shumë për gjitha këto detaje që i ndave sot me ne. Ju falenderoj po ashtu. Faleminderit. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se nesër do t'i shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Pas më shumë se një muaj të mbajtjes së zgjedhjeve, ky institucion ka njoftuar se rezultatet përfundimtare do të bëhen të ditura nesër. Mund që konfirmoj se të shtunën më 15 mars, KQZ do të mbajë mbledhjen e radhës dhe në rendite është shpallja e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës në nënshkurt 2025. Por orën e saktë të mbledhjes së KQZ-s do t'ju njoftoj me kohë, ka bërë të ditur zëdhënësi i KQZ-s Valmir Edezi. Nga rezultatet e deri tanishme, Lëvizja Vetëvendosje ka marrë 42.27% të votave si partia më e madhe në vend. PDK-ja është e dyta me 20.96%, LDK-ja e treta me 18.28%, ndërsa koalicioni AK-Nisma i katërti me 7.07%. Bashkëpunimi rajonal dhe integrimi ekonomik i rajonit kanë qenë temat kryesore të diskutuara në një takim mes kryeministrit Albin Kurti dhe sekretarit të ri të përgjithshëm të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal Amer Kapetanović. Në një njoftim të zyrës së kryeministrit thuhet se në këtë takim Kurti nënvizoi nevojën për një përfaqësim të drejtë në pozita drejtuese dhe në stafin e RCC-s dhe inkurajoi organizim më shumë të aktiviteteve në kuadër të kësaj. Kryeministri shprehu përkushtimin e Kosovës ndaj planit të veprimit SRM2 dhe theksoi rëndësinë e progresit në zbatimin e marrëveshjeve të mobilitetit të arritura në kuadër të procesit të Berlinit në mënyrë që ato të sjellin përfitime konkrete për qytetarët. Që nga januari i këtij viti Kosova ka filluar zbatimin e njëanshëm të marrëveshjes për lëvizjen e lirë me letë njoftime me Bosnjë-Hercegovinën, e cila ka arritur lëvizshmërinë e qytetarëve të Bosnjës drejt Kosovës. Në këtë takim Kurti ka theksuar rëndësinë që edhe Bosnjë-Hercegovina ta ratifikojë marrëveshjen për lëvizjen e lirë me letë njoftime. Kryetari i Kuvendit Kosovës Glau Konjufca ka pritur sot në takim ambasadorin e Francës në Kosovë Oliver Guerrot. Sipas një njoftimit Kuvendit, në këtë takim Konjufca dhe ambasadori biseduan rreth zhvillimeve në Kosovë, si dhe rreth çështjes së ndryshme të interesit të përbashkët. Në këtë kuadër bashkëbiseduesit folën për bashkëpunime përmes projekteve, në të njëjtën kohë dhe për nevojën e takimeve të niveleve të ndryshme, përfshirë edhe ato në rrafshin e parlamentarizmit, thuhet në njoftim. Po ashtu në këtë takim u diskutua edhe rreth zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, e curim para certifikimit të rezultateve, legjislaturën dhe ekzekutivin e ardhshëm që do të burojnë nga këto zgjedhje.
Zëvendës kryeministri Beslik Bislimi ka takuar ambasadorin e Austrisë në Kosovë, George Snatcher. Sipas një njoftimi për media, bëhet e ditur se gjatë takimit ata kanë biseduar për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Austrisë dhe fuqizimin e bashkëpunimit të dy anshëm. Mes temave të diskutuara për gjatë takimit ishte edhe konstituimi i qeverisë pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Zëvendës kryeministri Bislimi e falenderoi ambasadorin dhe shtetin e Austrisë për partneritetin dhe mbështetjen e vazhdueshme, thuhet me sjerash në njoftimin e ministrisë. Ka vdekur edhe viktima e dytë e përfshirë në aksidentin në Nariluk të premte, i cili fillimisht ishte konstatuar nga policia si vetë aksident. Policia e Kosovës përmes një njoftimi ka bërë të ditur se në vendngjarje ishte konstatuar vdekja e shoferës, e më vonë në spital ka vdekur edhe njëra pasagere. Derisa pasagere e tretë që ishte në vetur u dërguan në QUK. Në emergjencë dhe përkundër ndihmës së ofruar nga ana e personelit mjekësor, po ashtu ka ndëruar jetë edhe njëra nga pasagerët, vdekjen e së cilës e ka konstatuar mjeku kujdestar, gjersa pasagerja tretë është dërguar në QUK për tretman të mëtejnim, ka njoftuar policia. Sipas policisë, tutje dyshohet se shoferi i kamionit ka penguar lëvizjen e automjetit që ishte në tejkalem e drejtuese e automjetit, duke mos e përshtatur shpejtësinë, e ka humbur kontrollin dhe është rrokullisur gjatë rrugës. I dyshuari me vendim të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë, gjersa trupat e pajetë të viktimave janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Në prag të protestës masive të së shtunës në Beograd, serb nga Mitrovica Veriut u nisën me autobus drejt kryeqytetit të Serbisë në mbështetje të presidentit të këtij vendi Aleksandar Vučić. Ndryshe prej tyre, në Graçanicë disa qytetarë serb thonë se shkuarja në Beograd e shohin si të pakuptemt. Mëngjesin e së premtës, autobus me qytetare student serb nga Mitrovica e Veriut u nisën drejt Beogradit për t'i dalë në mbështetje presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, në prag të protestës masive të paralajmëruar për të shtunën. Disa prej tyre të mbledhur në parkun e Pionierit i thanë Radios Evropa e Lirë se gjenden aty për ta mbështetur Vučićin, që sipas tyre u qëndroi për herë për krah dhe se udhëtimi drejt Beogradit e bën vullnetarisht e pa presion. Por opozita serbe në Kosovë ka paralajmëruar se lista serbe po organizon serb nga Kosova për të krijuar mur njerëzor në mbrojtje të Vučićit nga revolucioni me ngjyra. E udhëtimi në Beograd për ta përkrahur Vučićin, disa qytetarë serb në Graçanicë e kualifikuan të pakuptemt. Veç me shku me halaq, ma botë si këtë. Pa djava me shku, s'kom me ato, me Vučićin, s'kom kur gjone me ato, edhe si interesant moj. Jo, është e keqe, por është keqe dhe të shkosh kundër Vučićit, a kupton? Unë nuk shkoj askund. Këtu kam qenë dhe kam punuar dhe tani jam në pension, nuk më intereson. Kurr, unë nuk shkoj askund. Këtu kam lindur, këtu do të mbetem. Faleminderit Beogradit, por këtu është zemra ime. Pati edhe prej atyre që dolën në përkrahje të studentëve e kundër opozitës në Serbi. E tash më duhet të flas ndryshe. Më vjen keq që po mbahen të tilla procese sepse në interes të vendit, në interes të shtetit, kjo nuk është në rregull. Unë jam për t'i mbështetur studentët nga se ata janë shpresa jonë, krenaria jonë, por jo edhe opozitën, jam kundër opozitës. Në listën serbe në presidencën e Serbisë nuk treguan për relin se kush qëndron prapa organizimit të shkuarjes së serbëve nga Kosova në Beograd. Në periudhën e zhvillimit të protestave antiqeveri në Serbi, në Mitrovicën e Veriut janë mbajtur disa herë tubime në mbështetje të studentëve që prej muajsh kanë protestuar në kërkim të llogaridhënies për vdekjen e 15 personave nga shembja e strehës në stacionin e përsarenovuar hekurudhor në Novi Sad. Protesta e së shtunës së 15 marsit në Beograd është paralajmëruar të jetë më e madhja deri më tani kundër qeverisë së Vučićit.